pse mos ta themi edhe elementi politik që ka ndikim shumë të madh, po dhe nepotizmi, edhe shpesh herë shoh dëshpërim në sytë të rinjve, në sytë e studentëve, sidomos ata, ose veçanërisht ata të cilët nuk kanë dëshirë që të përfshihen politikisht, ose e dinë se nuk kanë ndonjë mbështetje dhe përkrahje shumë të madhe edhe në aspektin familjar ose nepotik, edhe shpesh herë ata kanë ato dilemat se çka më tutje. Unë konsideroj se cënohen, të rinjt cënohen në këtë drejtim dhe do duhet të ishte pak më ndryshe. Në bashkëbisedimet e mia shpesh herë edhe me persona të cilët kanë në duar politik bërjen ose me miq, shok të cilët kanë pozita të caktuara, shpesh herë duke qenë se universiteti jon, po dhe universitetet tjera, në fund kur studentët hedhin kapelen, shpallin edhe studentët më të mirë, ata ekselentët, ata të cilët janë me 10.00 ose 9.8 dhe mesatare të tilla, të cilat do të thotë veçanërisht janë të jashtëzakonshme. Dhe shpesh herë u them pse brumin e personave të cilët duhet t'i angazhoni, t'i punsoni, nuk e kërkoni fillimisht pikërisht tek ta ekselentët, pa i bërë kalkulimet e tjera. Filloni me këta, do të ishte përfitimi dyfisht, edhe për studentët të cilët kanë dhënë gjithat mund për të arritur aty ku janë, por është edhe përfitimi shoqëror, sepse do të bëhet më i miri, i cili edhe nëse nuk di, ka aftësi që të mësoj. Dhe ka aftësi do të thotë që të angazhohet, sepse ajo është mësuar gjatë gjithë studimeve të tij, të mësoj, të punoj, të qëndrojë ndoshta edhe pa gjumë, të impenjohet, të stresohet për të arritur rezultatin që e ka arrit, dhe padyshim ai kontinuitet do të jetë edhe në performancën e punës. Dhe prandaj këtu përfitimi do të ishte i dyfisht. Dhe kjo do të ishte ndoshta edhe një thirrje që definitivisht studentët ekselent do të thotë që ndoshta të kenë pak më shumë parasysh, por normalisht edhe të tjerët, të gjithë ata të cilët kanë prirje, plotësojnë kushtet e caktuara për profesione, për punë të caktuara, duhet ju jepet mundësia.